إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Çdo falënderim dhe çdo lavdat I përket Allahut subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall. Ai është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Salavat dhe selam e dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamatli të nderuar, ju poroses juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu te bareke wa taala na krijoi dhe na qartësoi rrugën e mirë nga e keqja. Dërgoi libra dhe pejgamber pikërisht që t'i thret njerëzit dhe t'i ftoj ata e t'i drejtoj në rrugën e lumturisë dhe shpëtimit, e t'i paralajmëroj nga çdo gjë e cila I rrezikon dhe I dëmton këtë botë dhe botën tjetër. E ajo që mund t'i përmbledh të dyja këto dy rrugë, rrugën e mirë dhe të keqen, është se rruga e mirë dhe vërtet është bindja ndaj Allahut azza wa jall. Ndërsa rruga e keqe, rruga e gabuar është mosbindja ndaj Allahut azza wa jall. E që kjo ndryshe një jetë si gjuna dhe mëkat, ose këtë rrugë bëjmë pjesë të gjitha mëkatet dhe gjitha gjunahet. Andaj që ketë një përkujtim për vete dhe juve, që të vazhdojmë rrugën tonë dhe udhëtimin tonë drejt Allahut në rrugën e mirë, duhet njëjtën kohë ta paralajmërojmë veten dhe të kujtojmë edhe rrugën e keqe me qëllim që të ruhemi prej saj. Andaj mëkatet kjo rrugë e keqe, mëkatet në përgjithësi ndahen në 3 lloje, nuk janë të gjitha në një kategorie. E dim gjithë këtë. Mirë po sa për kujtim. Janë 3 kategori të mëkateve dhe të gjunaheve. Në kategorinë e parë bën pjesë mëkati I cili nuk falet kurrë. Pra ai njeri I cili vdes dhe nuk është penduar nga ky mëkat, nuk do të falet kurrë. E ky është mëkati I shirkut dhe kufrit. Njeriu I cili bën ortak Allahut, njeriu që adhuron dikon tjetër me Allahun, njeriu që I bën shok Allahut subhanahu wa taala ose mohon Allahun, ky mëkat nuk falet kurrë. Pastaj në kategorinë e dytë janë mëkatet e mëdha, mëkate tjera, të mëdha, të cilat nëse njeri vdes pa u penduar nga këto mëkate, Allahu nëse dëshiron e fal, nëse dëshiron e dënon. Këtu bëjmë pjesë pra të gjitha mëkatet e mëdha tjera përveç shirkut. Mëkate këto, të cilat faktikisht e dëmtojnë njeriu në jetën e tij dhe në fenë e tij. Duke filluar nga lënia e namazit prej dembelie, prej neglizhence, lënia e agjerimit, lënia e fillimisht shtyllave të Islamit. Pastaj mëkate të tjera të mëdha. Mirë po, pra po ndalem të namazi. Nuk ka mëkat më të madh njeriu që e bën mas shirkut se sa me lë namazin. Nuk ka mëkat më të madh sot se sa njeriu e lën pa fal gjumon pa arsye. Nuk ka mëkat më të madh mas gjumoje, vjen koha e ikindis. Hyn koha e akşamit dhe njeriu se ka fal ikindin. Mos mendon njeriu që s'po I bë keq kërkuina dhe s'po bën gjuna. Nuk jetu bë mëkat më të madh, jetu bë mëkatin më të madhin mas shirkut. Mos falja e namazit është gjunohi më I madh. Pastaj lënia e agjerimit Ramazanit, lënia e zakatit e haxhit e kështu me radhë. Pastaj mos respektimi I prindve nga gjunohet e mëdha. Gjithashtu
zinoja, kurvnia, zbulimi avretit, të burra dhe të gratë. Alkooli, droga, kumori, hajnia, mashtrimi, komata, gjitha këto mëkate të mëdha. Beja e rrejshme, gjitha këto janë mëkate të mëdha që njeriu duhet shumë i kujdesshëm, të jetë larg prej tyne. Për arsye se njeriu e dëmtojnë si në jetën e tij, si në fenë e tij, si në këtë botë, si në ahiret. Pastaj janë mëkatet e vogla. Mëkatet e vogla, të cilat Allahu i fal. Nuk shpëton prej tyne askush. Mirë po Allahu nga mëshira e tij i fal. Dhe këto mëkate falen ku njeriu ruhet prej mëkateve të mëdha dhe i kryen obligimet farzat. Për ata thot Allah subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kabairan min al-ithmi. In tajtanibu kabairan ma tunhauna anhu, nëse largoheni nga mëkatet e mëdha prej të cilave jeni të ndaluar, nukaffir ankum sayyi'atikum, andaj ju falim gjëra të tjera më të vogla. Po si minjohje prej Allahut azza wa jall, kur njeri ruhet prej të mëdhave dhe mëshirë prej anës tij, falen gjëra të tjera të vogla. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dhe ju fusim në një vend të nderuar, ajo është xheneti. Gjithashtu thot pejgamberi alayhis salam, xhumoja deri në xhumo, 5 kohë namaz, xhumoja deri në xhumo, Ramazani deri në Ramazan, falen gjunohet mes tyne, gjunohet e vogla gjithsesi, inishtim el kebair, nëse njeri largohet prej gjunohet të mëdha. Andaj këto janë kategoritë e gjunove, e të ruhet njeri të jetë i kujdesshëm, nga se pasojat e tyre janë të mëdha. Janë të mëdha për fenë tonë dhe jetën tonë. Atëherë të jesh i kujdesshëm. Nuk ka vllazni, bela, nuk ka fatkeqësi që ndodh njerëzve, qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e sigurisë, qoftë në aspektin shëndetësor. Çdo bela, çdo problem që vjen është i rezultati i gjunave të njerëzve. Kush i nxjerrë prind ton prej xhenetit? Ati venit begatis, të rahatis, të lumturis, në token e sprovave, vujtjeve, piklimeve në këtë dunja. Kush e nxjerrë iblisin prej botës qiellore atje, i nderuar, me nxjerrë Allah prej mëshirës e tij në mallkim, në poshtrim. Çka boni që krejt njerëzit e botës mi mbulu ujë, mi fundos, sa që mriti edhe majet e kodrave, në kohën e Nuhit alayhis salam. Për çfarë arsye erton ajo erë e rëndë, të merruse, shkatruse që shkatroi popullin e Adit. Ose ai Zot merrus që shkatroi popullin e Themudit, e kështu popujt më herët. Vetë që gjuna dhe mëkatet e njerëzve, me ndjemallësia e tyre. Mos bindja ndaj Allahut azza wa jall. Andaj këto mëkate lënë pasoja, çdo mëkat lën gjurmë në zemrën tonë. Çdo mëkat lën gjurmë në kokën tonë, në mendjen tonë. Çdo mëkat lën gjurmë në trupin tonë. Çdo mëkat lën gjurmë në fen tonë. Atëherë që jesh i kujdesshëm. Na do në vazhdim do t'i përmbledhim disa nga pasojat e mëkateve që janë për njeriu. E kemi përmbledhur vetëm disa prej tyre, se realisht ato janë shumë. Mirë po që t'jenë për kujtim për neve. Ndër pasojat e mëkateve është se mëkati mbjell një vetmi, shkakton një vetmi në zemrën e gjunaqarit dhe një largësi mes tij dhe Zotit. Nështë ai mëkatar, ai gjunaqar është mesin e 10-20 shokëve, po vetmin që ai e njeh në zemrën e tij, largësinë që ndin me Allahun dhe Zotin, nuk kompenzohet me kur gjë. O begatit e dunjos dhe krejt botës nuk munden me mbush këtë zbrasti që gjunaqari e gjon zemrën e vet. Ai gjon një vetmi, e hana e bren nga brenda. Nuk mundet ai me një veten e ofër Allahut të i bën mëkat madh Allahut. Kur? Ama nuk ka gjuna, nuk ka kënaqësi tjetër. Këtë botë që mund ja mbulon këtë zbrastin që ky ka në zemrën e tij. Pastaj mëkatet e dobësojnë mendjen e njeriut. E shujnë dritën. Allahu ka dhënë mendjen njerit. Kjo është dritë që ta ka dhënë Allahu. Dhe mëkatet çka bojnë?
e shuin këtë dritë. Atëherë i humb njerit arsyeja, bën gjona, bën sjellje, i parësyshëm është. Gjykon jo drejt, e humb drejtësinë në gjykim, për arsye se ka humb drita e mendjes. Pashët e njeriu, për shkak të mëkateve, dobësohen dëshirat e mira. Shtohet dëshira për gjunohe, zbehet dëshira për punë të mira dhe për pendim, saqë njeri largohet dhe humb komplet ai çështja e pendimit. Gjithashtu, prej pasojave që shkaktojnë mëkatet, është se humb te njeriu ndjenja e neverisë për punën e keqe. Mos i duket e keqe. S'ka neveri prej të keqes. Mos e ka gojle që njerëzit flasin për to çka po bën, se ka gojle që njerëzit e shohin ty botën ato mëkate të mëdha, se ka humb kjo ndjen. Për besimtarin që është i kujdesshëm, ai e din të keqen se të keqe dhe ai është e neveritur për to dhe largohet prej saj. Po mëkatet e zbehin dhe e zhdukin këtë neveri. Prej pasojave tjera të mëkateve është se xhelozia e lavdruar që është e mbjellën në zemrën e çdo njeriu. Xhelozia për fenë, xhelozia për moralin, për familjen që ka njëri. Mëkatet e fikun këtë xhelozi. Zjarri kësaj xhelozie është sikur temperatura, e trupit që njeriu vdes nëse i ftohet trupi, Njeri që nuk ka xhelozi, ai shpirt, ai zemër që nuk ka xhelozi për fenë, nuk ka xhelozi për moralin e gruas, nonës, vajzës, e ka humb këtë xhelozi, ai ka humb temperaturën e jetës që mbon gjallë. E që ngjajshmi me këtë është pasoja e turpit, ku humb te njeriu turpi dhe marrja. E që marrja ka qenë kod i moralit për neve në kalumen. Ma bab se kjo është marrë, ma e vlas se kjo është marrë, marrësh me bo këta, bën e këta, bën kësa i rujë, me fjallin marrë, kjo shprehje ka eduku gjenerata të na. Mëkatet e shuin këtë ndjenjë. Dhe ma njeri nuk ka marrë për kur gjë. Përderisa marrja pra, është baza e edukimit për njeriun dhe është baza e çdo harit. Çka thot pejgamberi sa më? El haya'u khairun kullu. Marrja e gjitha është hajër. E gjitha është hajër dhe e mirë. Gjithashtu, prej pasojave të gjunave dhe mëkateve është se e dobësojnë udhëtimin e njeriu drejt Allahut dhe botës tjetër, ose edhe shkputin komplet nga kjo rrugë ose edhe kthejnë mrapa. Njeriu për çdo ditë duhet t'i afrohet Allahut. Njeriu për çdo ditë duhet punojë me afro xhenetit. Mëkatet dobësojnë udhëtimin tonë, të pengojnë, të largojnë nga kjo rrugë. Atër duhet njëri tjetë i kujdesshëm. Gjithashtu, mëkatet mbjellin një frikë dhe pasigurin zemrën e njeriut. Allahu hedh pastaj frikë të mëkatorin zemrën e tij. Përderisa njeri që i bindet Allahut, bindja është një mburoj për njeriu, I jep një lloj sigurie. Alhamdulillah, me ndihmën e Allahut e kam besimin, e kam namazin, e kam agjerimin, po mënona me bë punë të mira, po mënona me rrugën tëm, por una pe gjinove, kjo ndjenje punëve të mira dhe e bindjes, ty t'jap një lloj sigurie. Kjo t'jap një lloj qetësie në zemrën tonë. Përderisa mëkatari, edhe nëse mëkatet, edhe nëse begatitë e mirësitë e dunjos ka, kënaqësitë e krejt botës, këtë frikë që e ka, kjo është një dënim dhe një ndëshkim për të i hershëm këtë botë para botës tjetër. Dhe për mbylli me një prej pasojave të mëkateve që nuk është gjithsesi i fundit, është humbja e bereqetit. Mëkatet e humbin bereqetin në jetën tonë, në kohën tonë, në pasuninë tonë, në vllatë tu, në diturinë që ta ka dhënë Zoti. Pra, mëkatet shkaktojnë pasoja. Atëherë kthehemi tek Allahu, të pendohem nga mëkatet dhe gjunohet tona, të ruhemi prej gjunave, të ruhemi prej mëkateve, të bëjmë punë të mira, të kryjmë obligimet e Allah subhanahu wa taala dhe Allah me mëshirën e tij, nëse kryjmë obligimet, ruhemi prej mëkateve të mëdha, edhe gjithsesi duhet të ruhemi edhe prej të voglave, mirë po s'mund të shtojmë prej tyne, atëherë obligimet që i kryjmë dhe rujtja nga mëkatet e mëdha, Allahu me mëshirën e tij do të na i falë mëkatet e vogla. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft, Allahu na bëf prej atyre të cilët zemrat e tyre kënaqen me iman dhe besim,
e kultivojnë dhe shtojnë imanin, besimin dhe veprat e mira. Allahu na i pastrojë zemrat tona nga kufri, nga shirku, nga mëkati, gjinoa, nga bidatet, nga mendimasia dhe çdo gjë që është e keqe dhe dëmshme për fenë tonë dhe jetën tonë. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun azza wa jalla falenderojmë, salavat dhe selame mbi të dërguarin tonë dërgojmë. Vëllezër të nderuar, mëkatet përveç se kanë pasoja në këtë botë dhe privojnë njeriu nga shumë të mirat kësaj bote, atë privojnë edhe në botën tjetër. Edhe mëkatet njeriu e privojnë në botën tjetër në dy forma. Mëkatet e mëdha, përveç shirkut, mëkatet tjera të mëdha, njeriu e pengojnë të hyjë në xhenet direkt, pa hyrë në xhenem. Pra të nalin atë, të pengojnë me hyjë në xhenet fillimisht. Po nëse don Allah i fal me mëshirën e tij, po nëse i dënon ka mëkatar të mëdhenj, i dënon me drejtsinë e tij. Dhe këto mëkate bëhen shkak që njeriu të mos hyjë më një herë në xhenet, po do të hyjë në xhenem. Nuk është kjo e lehtë. Nuk është e lehtë se zjarrit të dunjos nuk mund t'i durojmë disa minuta, se lemo zjarrit të xhenemit me vite. Mirë po, do ta kuptojmë pastaj që shirku, mëkati më i madhi, cilin nuk e fal Allahu azza wa jall, e privon njeriu nga xheneti përfundimisht. Kur pros ku më hin xhenet. Innehu me yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Me të vërtet, ai i cili ka bë shirk Allahut azza wa jall, Allahu ja ka bë haram xhenetin, ja ka ndaluar xhenetin me hi. Dhe vend centrimi i tij do të jetë zjarri. Andaj kjo është pasojë e mëkateve dhe gjunave. Xheneti është në dorën tonë, o Rabi Allahut. Xheneti është në dorën tonë, mos lejo askush dhe asgjë me ta marrë xhenetin prej dorës sonë. Punohet shumë rreth teje. Punohet shumë rreth teje nga njerëz të ndryshëm. E tu ju prish shejtani gjithë atyne që me ta marrë xhenetin prej dorës tonë, po mos lejo. Mos lejo, se nesër nuk më ne fajson askën, veç veten tonë. Andaj, kur njeriu ka këtë qëllim, me fitu xhenetin dhe lufton për xhenetin, punon për xhenetin, ai ka këtë ndjenjë të fitores këtë dunjë dhe në ahiret. Do ta fiton xhenetin e kësaj bote, që është xhenet i përkohshëm, atë kënaqësinë e adhurimit dhe ibadetit, dhe do të fiton xhenetin e botës tjetër dhe begatit e tij. Lësë Allah subhanahu wa ta'ala na udhëzon drejt çdo fjale dhe pune e cila na ofron drejt xhenetit dhe drejt kënaqësisë së tij. E na ruan nga çdo fjalë, vepër e cila na shtyn drejt zemrimit të Allahut dhe dënimit të tij. Lësë Allah subhanahu wa ta'ala ta përmirëson gjendjen tonë, të familjeve tona, të popullit tonë dhe gjithë ummetit musliman. Lësë Allah subhanahu wa ta'ala na mëshiron me mëshirën e tij, na fal gabimet dhe lëshimet tona. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون